Jo besimtarët në radhë të parë janë ata të cilët më së shumti nuk shqetësohen për kohët e tyre dhe për jetët e tyre. Dhe Allahu subhanahu wa ta'ala në Kur'anin Kerim ka përmendur se ata janë si baktit apo më të humbur se sa baktit, kur thot, a mos mendon vallë se shumica e tyre dëgjojnë apo logjikojnë, në të vërtetë ata janë si baktit, por dhe më të humbura se ato. Për këtë arsye dhe Allahu xhalla wa ala e lavdron besimtarin i cili mendon, i cili e kupton qëllimin e jetës së vet, edhe Allahu ka thënë si kanë krijuar gjinët dhe njerëzit vetëm se të më adhurojnë mua. Ndaj Allahu subhanahu wa ta'ala ju ka nderuar. Allahu el-Haqqu tabaraka wa ta'ala, pra Allahu i vërteti, Allahu i lartësuar ju ka nderuar me udhëzimin në këtë fe. Ta kuptoni mesazhin islam, ta kuptoni të vërtetën. Ju ka nderuar me udhëzimin. Ju ka nderuar që ju ka lehtësuar veprën e mirë. Ju ka nderuar që ju ka lehtësuar suksesin, udhëzimin e rrugën e tij, mësimin e fesë së tij. أحب رضاه أحب لقاه